إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, për Tij ndihmë dhe falë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë si çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet pas Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, sot do të flasim për një betejë që është betejave më të vjetra të njerëzimit. Betejë e cila ka filluar qysh në xhennet, që është betejë mes njeriut dhe shejtanit, betejë mes turpit dhe paturpsisë, betejë mes mbulesës dhe zhveshjes. Po vëllezër, shumë njerëz mendojnë që zhveshja është thjesht çështje mode e çështje kulture, ama Allahu Azza wa Jalla ka përmendur dhe na ka treguar që kjo çështje është shumë më e thellë se sa kjo, dhe është shumë më e madhe se sa kjo. Prej projekteve të para që i ka Iblisi alayhi la'natullah është zhveshja e trupit dhe zhdukja e turpit. Është prej projekteve të para që ka Iblisi alayhi la'natullah, i cili prej momentin që urdhnu me i rënë sejdë Ademit alayhi salam dhe refuzoi me i rënë në sejdë, u dëbu përjashtu nga rahmeti Allahut Azza wa Jall. Ama kur u përjashtu nga rahmeti Allahut, ai nuk u pendu. Përkundrazi ai u betu që ka mundu me bot çmos, me deviju Ademin alayhi salam dhe pasardhësit e tij. Andaj tha, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tha, pa shakrenarin tonë o Zot, do të mundohem, do t'i devijoj të gjithë njerëzit në përjashtim të robëve tu të sinqert. Pra Iblisi nuk e fshehi armiqësinë e tij ndaj njerëzit. Përkundrazi e la haptazi me tregu se qëllimin ai e ka me deviju ti si njeri. Andaj për rezultateve të para dhe fryteve të para të këtij projekti të tij dhe qëllimit të tij ishte zbulimi i trupit, zhveshja e trupit. Dhe këtë shumë qartë Allah Azza wa Jalla ka përmend Kur'an ku ka thonë: "Falamma dhaqa ash-shajarata badat lahuma sawatuhuma." Kur Ademi dhe Hawa alayhim assalam hangrën nga pema që i kishte ndaluar Allahu xhalla xhelalu, u zbulu trupi i tyre, pjesët e turpshme të tyre. Wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna. Dhe mundu me njëherë me gjethe të xhenetit me mbulu pjesën e tyre, pjesët e turpshme të tyre, trupin e tyre. Apo varrejnë o vëllezër reagimin e Ademit dhe Hawas alayhim assalam. Kur u zbulu trupi i tyre, ata nuk lipën pasqyre me pa dhe çish po duken, apo duken mirë apo keq. Ata nuk thanë është trupi jonë, drejta jonë, bëjnë atë çka dojnë me trupin tonë. Po me njëherë mundun me gjetë diçka me mbulu trupin e tyre. Pse? Sepse turpi është fitret i pastër i njeriut, është natyrshmëria e pastër që Allah e ka kriju njeriun, është turpi, jo paturpsia, është mbulesa, jo zhveshja. Andaj dënimi i parë trupor që Allah ja dha njeriut nuk ishte varfnia, nuk ishte sëmundja, nuk ishte uria, po ishte zhveshja e trupit. Sikur se po do me na tregu Allahu Azza wa Jall se që ky shejtan që ka është betu, që ka me deviju prej hapave të para tina për me arritë të devijimi, jo të është me ta zbulu trupin tanë dhe me ta zhduk turpin tanë. Andaj o vëllezër, për fund, beteja nuk është thjesht për mbulesën dhe zhveshjen, nuk është thjesht për një copë teshe ose copë robe. Po beteja është shumë më shumë se sa kjo.
Betejë është betejë për turpin, është betejë për familjen, është betejë për bindjen ndaj Allahut Azza wa Jall, dhe është betejë për dinjitetin e besimtarit edhe besimtares. Andaj lutim Allahun Azza wa Jall që Allahun këtë betejë neve dhe familjen tonë të na nxjerrë fitimtar. Lutim Allahun Azza wa Jall që këtë natyrshmëri të pastër Allah subhanahu wa taala të na harun. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që të na furnizon Allahu me turp, i cili turp neve ka më na afru te Allahu subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.